Përndër të festës së Fitër Bajramit, sot në hapësirat e galerisë, shoqata Bereqeti në bashkëpunim me Galeria Shopping Mall për të tretin vetë radhazi, sot kanë shpërndar 100 pako ushqimore që përbënin gjëra ushqimore dhe higjienike për familjet me nevojë. Kryetari i kësaj shoqate, Hoxh Kurtish Hoxhaj, me këtë rast tha se duke falendëruar gatishmërinë e menaxhmentit të Galeria Shopping Mall, edhe këtë vit për të tretin vetë radhazi po ndajmë 100 pako ushqimore përndër të Fitër Bajramit që edhe këto familje së paku në këtë festë kinë sofrën më të begat. Po, qendra tregtare Galeria Shopping Mall në bashkëpunim me shoqatën Bereqeti është viti i tretë radhazi që organizon shpërndarjen e 100 pakove për 100 familje në nevojë këtu në qytetin e Prizren dhe në fshatrat përreth, duke u ndihmuar që në sofrën e Fitër Bajramit të kenë edhe këta një sofrë më të begatshme. Gjatë gjithë muajit Ramazan tu ka qenë vendosur një arku, njerëzit, bamirësit apo konsumatorët, vizitorët e kësaj qendre tregtare kanë dhuruar mjete materiale, pas edhe pjesa dërmuese e shtu nga vetë menaxhmenti i galerisë dhe janë bën 100 pako ushqimore të cilat sot do shpërndohen për familjet në nevojë që të paktën të zbutë gjendja e rënduar e tyre ekonomike. Këtu për momentin janë 30 familje të ftuar për shkak që mos të shkaktohet ndonjë tollovi pasi që veç do të vinë konsumatorët për furnizimet e tyre që i kanë, dhe pjesa tjetër do të vazhdohet nga shoqata Bereqeti të shpërndahet te familjet me nevojë. Kemi ata të cilët nuk mundën me ardhur deri në shoqat, ne vetë dërgojmë në shtëpi, mi po edhe pjesa dërmuese do t'i ftojmë që vinë vetë i marrin pakot ushqimore. Dirisa zëdhënësja Galeria Shopping Mall Dorontina Shehu për mikrofonin ton tha se ky është viti i tretë radhazi që edhe në bashkëpunim me shoqatën Bereqeti po mundohemi që bashkarisht të ju gjendemi afër në këtë Fitër Bajram familjeve me nevojë. Ne si Galeria Shopping Mall jemi te maset lumtur edhe të hapur me bashkëpunimin me Bereqetin. Është viti i tretë radhazi që jemi të bashkëpunuar së bashku edhe jemi shumë të lumtur që në këtë festë, me thonë, të Fitër Bajramit jemi sado pak ndihmues në këtë aspekt të familjet në nevojë. Nga shoqata Bereqeti na njoftuan se edhe për ato familje që nuk kanë mundësi të vinë të marrin, shoqata interesohet që t'ua dërgojnë në familje këto pako ushqimore.